Në fillim u diskutua shumë si libër, pasi ishte tepër pikante të shfrenonte imagjinatën. Sot në Cineplex, në Ladies Night, femrat i thonë stop imagjinatës së tyre, për faktin se do të shfaqet filmi 50 Shades of Grey. Se çfarë ndodh në natën e femrave, për më tepër ndiqni me report. Vetëm goca, ka vetëm goca sot. Përshëndetje Radhë. Përshëndetje e dashur. Sot patëm një fluks femrash, sepse ishte nata e femrave, Ladies Night në Cineplex. Ka të bëj vetëm nata e femrave, apo ka të bëj pak edhe filmin që ishte 50 Shades of Grey? Kam përshtypjen që zoti Grey ka bërë atë të vetën, por zonjat kanë qenë të shoqëruar edhe me zotë të rinj, fatikisht. Po shikoja edhe kishte goxha zotë të rinj, kështu që kam përshtypjen që jo vetëm filmi, po është edhe ambienti që është organizuar me gjitha pijet, me gjitha kërcimet, me gjitha gjërat, e ka bërë që zonjat të vinë të marrin dhe bashkëshortet ose të dashur me vete. Hajde edhe ti, kështu që hajde edhe këti se pas filmit do të flas. Po. Sa e kërkuar ka qenë 50 Shades of Grey nga besnikët e Cineplex? Më thënë, ka pasur kërkesa më përpara, email, mesazhe në Facebook, kur do vi ky film? Unë do të them vetëm që miqtë të cilët kishin vite pa më marrë në telefon janë kujtuar për mua para se të fillonte filmi, duke më thënë Radmila si e mirë. Kështu që ka pasur shumë bileta të shitura. Do të them që filmi 50 Shades of Grey në Cineplex të paktën ka thyer rekordet e shitjeve. Kështu që jemi shumë të kënaqur dhe shpresojmë që do ketë një histori të tillë deri në fund të muajit.